Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, falenderojmë Allahun Zotin e gjithësisë, mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dashurin dhe dërguarin e tij profetin Muhammed alayhi salatu wassalam, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Lutim Zotin që të na dhurojë dije të dobishme, të na mundsojë vepra të mira dhe i lutemi Zotit që të na furnizojë me dituri dhe me urtësi. O Allahu Zot, na mëso atë që na bën dobi, na bëj dobi me atë që na ke mësuar dhe na bëj o Zot për atyre njerëzve që ti je i kënaqur prej tyre. O Allahu Zot, na njeh me të vërtetën dhe na bëj pasues të vërtetës dhe na njeh me të kotën dhe të pavërtetën dhe na largo prej tyre. O Allahu Zot, bëj dijen që ne marrim dhe japim argument për ne, jo argument kundra nesh, dëshmi për ne, jo dëshmi kundra nesh. O Allahu Zot, bëj dijen që ne marrim dhe japim ndërmjetësim për ne ditën e Kiametit, atë ditë ku nuk bën dobi as pasuria, as pasardhësit, vetëm se kush i vjen Zotit me zemër të pastër, të shëndetshme dhe me vepra të mira. Amin. Atëherë, siç edhe kemi premtuar, sot në këtë moment jemi duke i dhënë përgjigje të pyetjeve të cilat na kanë ardhur të shkruara. Kështu që po e fillojmë pa humbur kohë, duke i lutur Zotit që na japi sukses dhe bekim. Atëherë, nëse personi ka ejakuluar ose domethënë pa dashje është bërë diku domethënë me urinë në rrobat e tij, a mjafton larja e pjesshme apo duhet që patjetër të ndrohet kjo rrobë? Mjafton pastrimi i pjesshëm dhe nuk është të thënë që të hiqet apo të pastrohet rroba, sepse gjithë problemi është tek zona ose tek pjesa ku ka rënë ndëtësia. Kjo për sa i përket urinës, për sa i përket medhiut dhe për sa i përket vediut. Ndërsa në rastin e tjetër, pra në rastin e menit ose siç ndodh pra me ejakulimin ose në rastin e spermës, atëherë në këtë rast mjafton një pastrim i zakonshëm, sepse në mendimin më të saktë dietarëve nuk konsiderohet nexhis. Cili është gjykimi për festat jo islame në raport edhe me atë që kemi dëgjuar para disa kohësh që quhet Sultan Nevruzi. Në përgjithësi, ne muslimanët nuk i festojmë festat islame, festat pagane apo me origjinë pagane, apo që nuk kanë të bëjnë me islamin, sepse nëse kthehemi në përkufizimin bazik të islamit si term, do të thotë ta besosh Zotin duke e njësuar, ti bindesh duke e adhuruar dhe distancim nga idhujtaria, idhujtarët, paganët, paganizmi, fetë dhe besimet e tjera. Pra patjetër duhet të ketë një farë distancimi. Janë shumë festa që njerëzit i festojnë dhe mendojnë se janë islame, po faktikisht origjina e tyre është një festë pagane dhe thjesht i është dhënë ngjyrim fetar më vonë. Mirëpo ky ngjyrim fetar që i është dhënë festave të tilla as pak nuk justifikon këto festa si festa fetare. Për këtë arsye nuk i lejohet një muslimani, flas për ata që besojnë Islamin si fe vërtetë zbritur nga Zoti i gjithësisë, që të angazhohen, që të inkuadrohen në festa të tilla, sepse ne muslimanët festat i kemi festa reale, bekime që funksionojnë në momentin që është festa dhe nuk janë përkujtimore, siç ndodh me të tjerët. Ne nuk kemi data përkujtimore festash, ne kemi Bajram Kurbanin. Është festë me bekime sa herë që ka Kurban Bajram. Fitr Bajramin, festë me bekime sa herë që ka Fitr Bajram. Kemi ditën e Xhuma, ditë e mbushur me bekime sa herë që është e Xhuma, dhe kemi martesën që është normalisht hapi më i bekuar dhe më i mirë që njeriu hedh në jetë, që me të vërtetë ja vlen njeriu festoj këtë ditë. Jo ta ripërkujtoj apo viti i 5 i martesës, viti i 10 i martesës, kjo gjë pastaj nuk ekziston, që mos të ketë keq kuptime. Si ka mundësi që Musa, i profeti i Zotit, shkon dhe mëson nga Hidri, pra ose Hizri siç përdoret në gjuhën e popullit, ndërkohë që ai nuk ishte profet? Çfarë do të thotë kjo? Normalisht që feja dhe besimi ngrihet mbi dorëzimin. Për këtë arsye quhet Islam. Islam do të thotë ti dorëzohesh Zotit pa kushte.
Kështu që Zoti është ai i cili i vendos rregullat e lojës dhe ne duhet të përmbahemi këtyre rregullave. Pra nëse ta quajmë në kuptimin metaforik rregullat e lojës, kështu që Zoti është ai i cili e mësoi Musain që të shkonte tek Hidri, sepse Zoti ka urtësitë e veta. Dhe nëse do të referohemi komentet që i ka bërë profeti alayhis salam ngjarjes kuranore, ka thënë një ditë Musa alayhis salam po qëndronte në popullin e tij dhe dikush e pyeti: "O Musa, kush është më i ditur mbi sipërfaqen e tokës?" Musa, pa marrë sinjal nga Zoti, foli dhe tha: "Unë jam më i ditur mbi sipërfaqen e tokës." Dhe Zoti në atë moment i inspiroi Musait dhe i tha: "O Musa, u përgjigje pa marrë sinjal nga unë, është një robi im, në filan vend do të takosh, do të marrësh disa dituri prej tij, gjëra për të cilat ti nuk ke dituri." Pastaj historia si më thon tregohet në Kur'an një pjesë e mirë dhe e tregon profeti alayhi salatu wasalam. Mirë po Hizri, pra edhe e zëm, pra sikur Hizri ishte njëri i thjesht, Zoti mund që ta mësoj profetin e tij, mund t'i japim një mësim profetit të tij, mund ta edukoj profetin e tij nëpërmjet një njeriu të thjesht. Kjo s'ka ulje për gradën e profecisë dhe Zoti e din vetë se si e edukon robët e tij. Kjo është e para. E dyta, Hizri ose Hidri në mendimin më të saktë të dietarëve ka qenë profet, ka qenë pejgamber. Për këtë arsye, po ta shohësh Kur'anin, kur janë takuar për herë të parë, Hidri dhe Musa alayhi salatu wasalam, po ta shohësh dialogun e tyre në Kur'an, do të kuptosh se po flitet për të njëjtat cilësi. Pra, flasin me njëri tjetrin si dy të barabartë. Dhe ajetin kuranor të surës Kehf, kur u takuan për herë të parë, e komenton hadithi i Imam Buhariut, profeti alayhis salam thot, i drejtohet Musai Hidrit dhe i thot: "Unë kam dituri që ti nuk i din nga Zoti, po edhe ti ke dituri që unë nuk i di nga Zoti, kam ardhur që të mësoj tek ti." Pra, ishte një formë dhe një mas edukimi nga Zoti i gjithësisë për profetin që mos të flas pa marrë sinjale nga Zoti. Pra, ishte një mas edukative nga Zoti i gjithësisë për Musain alayhi salatu wasalam. Zoti bën ç'të doj, gjykon si të doj, vendos ai rregullat dhe ne jemi detyruar t'i pranojmë dhe duhet t'i zbatojmë. Në një pyetje që na është përsëritur shumë këto kohë, a lejohet që njeriu ta gjërë netët e mira, natën e Regaibit, Miraxhit, natën e Beraetit? Ne si musliman e kemi thënë gjithmonë, ne nuk kemi festa përkujtimore, ne nuk ngjallim ngjarje edhe t'i bëjmë festa ose ditë shënuara që t'i bëjmë festa. Kjo në Islam nuk ekziston. Çdo festë në Islam ka bekimin e vet brenda. Për këtë arsye, nëse do të themi për natën e parë të mirë, atë që quhet Regaib, nuk ka ndonjë argument se ka ekzistuar sipas të gjitha mëdhëbeve, nuk ka ndonjë argument nga Kurani, nga Suneti, nga të parët tan, edhe mënyra se si ajo aplikohet dhe mënyra se si njerëzit, domethënë, aderohen të e madhërojnë, gatuajnë hallë apo bëjnë diçka tjetër, apo agjërojnë ditën e asaj dite, apo falin një namaz të veçantë, ata që janë namazli natën e njëjtë të asaj nate, të gjitha këto nuk ekzistojnë dhe janë sajesa tepër të zymta, Zoti na ruajt. Le të vim tek Miraxhi, është një natë e madhe ku profetit alayhi salatu wasalam i bëhet dhurata e madhe e Isras dhe Miraxhit, bëhet imam për gjithë profetët në Quds dhe pastaj ngjitet tek Zoti i gjithësisë mbi qiellin e 7 dhe bëri takimin me Zotin. Natë e madhe sigurisht dhe një nga mrekullitë më të mëdha që janë dhuruar profetit alayhi salatu wasalam. Mirë po, kjo nuk do thotë që duhet festuar apo në të duhen bërë rite apo adhurime të veçanta, sepse personit që i ka ndodhur ngjarja nuk e ka bërë këtë punë, nxënësit e tij, pra që ju ka ndodhur ngjarja profesorit të tyre, Muhamedi alayhi salatu wasalam, nuk e kanë bërë një gjë të tillë, as tabiinët, as Ebu Hanifja, as Shafiiu, as Malik ibn Anesi, as Ahmed ibn Hanbeli, kështu që mbetet që edhe ky të jetë një bidat i zymët, pra një sajes e zymët. Le të vim tek nata e mirë e tretë, që është nata e Beraetit, që është nata e 15 e muajit Shaban. Profeti alayhi salatu wasalam tregon në një hadith dhe thot, pra bëhet fjalë se sot 2 javë,
pra si sot 2 javë, profeti alayhis salatu wasalam ka thënë kur të jetë nata e mesit e muajit Shaban, Zoti hedh vështrimin e tij të mëshirës mbi besimtarët dhe besimtarët dhe do t'i falë të gjithë ata pa përjashtim, përveç 2 kategorive. Ata të cilët kanë nënë në idhujtari dhe ata të cilët kanë mëri me njëri tjetrin. Këto 2 kategori nuk i përfshin kjo mëshirë dhe kjo falje. Për këtë arsye kanë vënë emrin nata e mirë e Beraetit. Beraeti do të thonë pastrimit dhe e lirimit nga mëkatet. Kjo është e vërtetë dhe hadithi për këtë është i saktë. Pra, le të meditojmë së bashku. Natën e parë tham s'ka argument dhe nuk festohet. Natën e dytë tham s'ka argument se kur ka ndodhur fiks, si ngjarje ekziston, po s'ka argument se kur ka ndodhur dhe nuk festohet. Edhe shi se si ne jemi, domethënë, të drejtë me rastin e tretë, themi ka argument, ka hadith nga profeti alayhis salatu wasalam. Pyetja është, a festohet? Dhe a duhet konsiderohet kjo natë e madhe? Është natë e madhe? Se mon kush këtë fakt, sepse Zoti i fal gjithë besimtarët dhe besimtarët. A ka mirësi më të madhe sa kjo? Nuk ka. Iku. Pra ne e besojmë se me të vërtetë është një natë e madhe. E dyta, a lejohet që të festohet? A lejohet që të agjërohet? A lejohet që të bëhen më shumë adhurime për kushtime ndaj Zotit? Përgjigjen do ta marrim tek profeti i Zotit, tek sahabët, tek 4 medhhebet. Profeti alayhis salatu wasalam që i ka ndodhur kjo mirësi dhe begati, çfarë ka bërë? A ishte kjo një ditë e zakonshme për të? Apo shtonte diçka apo bënte diçka? Sahabët, tabiinët, 4 imamët e mëdhenj. Atëherë përderisa jemi në këtë linjë, duhet të qëndrojmë në këtë linjë. Që është ne këtë natë e konsiderojmë të madhe dhe të mundohemi të punojmë me veten tonë natë sa më shumë që të pastrojmë mëritë që mund të kemi me njerëzit, të bëjmë lutjen e ruajtjes nga idhujtaria, që të pastrohemi nga idhujtaritë ndoshta e fshehura në vetveten tonë, në mënyrë që të arrijmë shpërblimin e madh tek Zoti i gjithësisë. Ai nuk tha që do të falë çdo besimtar dhe besimtare që ka agjëruar këtë ditë. As nuk tha do të falë çdo besimtar dhe besimtare që fal namaz natë në këtë natë. Nuk e tha këtë. E po të donte e thonte. Përderisa nuk e tha, kjo është lënë e lirë. Dikush e bën, dikush nuk e bën, por jo të besohet se kjo është prej fesë dhe prej besimit. Pastaj vijnë 10 netët e fundit të Ramazanit, në përgjithësi netët e Ramazanit, po sidomos 10 netësh i fundit të Ramazanit, sepse aty kërkohet edhe nata e Kadrit. Pyetja e radhës thotë, nëse themi ne thotë që martesa është kismet dhe e shkruajtur prej Zotit, a ndikon magjia në prishjen e këtij kismeti? Ne muslimanët besojmë që jo vetëm martesa ose fati, siç njihet ndryshe, por çdo gjë është e shkruar nga Zoti. A ka mundësi që kjo që është shkruar nga Zoti ta prishi magjia ose ta bllokojë magjia, po edhe magjia, edhe mësyshi, edhe përfolmja, dhe sëmundja, kjo apo ajo tjetra, është pjesë edhe kjo e të shkruarës së Zotit. Kështu që unë nuk e kuptoj pse duhet të copëzojmë gjërat. A e ka shkruar Zoti fatin? Po pse magjia e prish? Po edhe magjia është pjesë e shkrimit të Zotit. Zoti ka lejuar që magjia në këtë rast të ndikojë që fati mos çelet për shembull. Atë çfarë duhet bëjmë ne në këtë rast? Ne duhet bëjmë sebepet. Nëse me të vërtetë e zbulojmë se mund të jetë sebepi i mosçeljes fatit problemi mendor, mund të jetë problemi psiqik, mund të jetë se njeriu nuk është i bukur dhe nuk është i tërheqshëm, mund të jetë se mund të ketë një moshë që ka kaluar të gjitha limitet për të krijuar një familje, mund të jetë shumë i varfër dhe njerëz nuk e afrohen, pra ne nuk e dimë. Po megjithatë, nëse ne e zbulojmë që një nga sebepet e pengesës është magjia, atëherë duhet punojmë për korrigjimin e problemit. Sepse Zoti na e ka mësuar një gjë të tillë. Kur e mësojmë shkakun e diçkaje, atëherë le të bëjmë punë me shkakun në mënyrë që të dalim tek rezultati që ne duam. Është njësoj si kur thuash, dhe unë them gjithmonë këtë. Ne themi që furnizimin e ka shkruar Zoti, mirëpo të gjithë dalim punë. Atë nëse furnizimi është prej Zotit, pse duhet me dalë në punë? Sepse Zoti na ka mësuar një gjë të tillë. Nëse fati është i shkruar nga Zoti dhe ne zbulojmë që prapë me caktimin e Zotit është diçka që e pengon këtë fat, atëherë duhet merremi me problemin. Sëmundja dhe shëndetja janë prej Zotit, po. Atëherë kur smuret njëri, pse duhet shkojë në spital? Sepse Zoti na ka mësuar një gjë të tillë. Pra ne nuk duhet të kapemi me copza, po duhet ta kuptojmë
në tërësinë e vetë se si funksionon feja e Zotit. Thot, pyetja tjetër, nëse unë jam i punësuar dhe në këtë kohë, domethënë unë e marr rrogën, po rrogën normalisht nuk është e mjaftueshme dhe nuk shkoj dot në punë sepse kështu është rregulli. A ka problem që unë futem në një punë të dytë në këtë kohë? Nuk ka asnjë lloj problemi. Nuk ka asnjë lloj problemi. E rëndësishme është që nëse kërkohesh tek puna e parë, tek e cila ti paguhesh, duhet ti përgjigjesh. Pyetja e radhës thot, nëse i përmbash kalendarit për kohët e namazit, a del me namaz? Kjo është një pyetje që mund ta kemi ezauruar më shumë se nuk e di sa herë, nuk do të jap një numër për ta egzageruar, po e kemi ezauruar shumë herë. Nëse muslimani i përmbahet kalendarit, atëherë ai del me namaz. Ai del me namaz, nuk ka dyshim për këtë pjesë dhe mos i dëgjoni njerëzit cilët mundohen të ringjallin hije dyshimi në lidhje me saktësinë e namazit të muslimanëve. Normalisht këshilla jonë është për sabahun le të vonohet 20 minuta, jo për efekt është i saktë, nuk është i saktë, po për efekt qetësie në zemër dhe për efekt se me të vërtetë edhe orientimet e hoxhallarëve të vjetër kanë qenë që namazi i sabahut vonohet 18-20 minuta, kështu që nuk është njërisi. Unë për vete e kam gojore nga ish muftiu i vjetër i Tiranës, Zoti e mëshiroft Hafiz Selim Stafa, Allah e mëshiroft dhe në bashkoft me të në xhenet, i cili thoshte biri im, sabahu vonohet 20 minuta. Vim tek pyetja e radhës, thot në rekatin e 3 të vitrit a knohet subhanekeja? Nëse rekati i 3 i vitrit është i bashkangjitur me 2 të parat, jo. Nëse rekati i 3 i vitrit është mbas selamit nga 2 rekatshi i parë, atëherë knohet subhanekeja. Thot janë 2 pyetje, thot njëri thot e kam fëmin 4 muajsh, ndërsa pyetja tjetër thot e kam fëmin 4 vjeç dhe tremben, thot. Çfarë duhet bëjmë? Në këtë rast këshillohen prindrit që t'i lyjnë fëmijët me vaj të kënduar. Thoshin profesorat të cilët merren me çështjet e rukjes dhe të magjive, vaji i kënduar për fëmijët është më i mirë se 10 rukje radhazi. Atëherë si veprohet? Merret një shishe me vaj ulliri dhe i këndohet sure nga Kurani, Fatihaja, Elif Lam Mimi, Ajetul Kursi, 2 ajetet e fundit, 3 suret e fundit, sa më shpesh, nga 50 herë, nga 30 herë, nga 10 herë, edhe mbasi i mbaron, i fryn vajit, dhe me këtë vaj e lyn fëmin dhe me shpresën e Zotit do t'i largohet. Cili është gjykimi kur një femër muslimane do të vendosë shamin, po familja nuk janë në dakord dhe mërziten shumë nëse ajo do ta hedhë një hap të tillë. Themi le të ndjekë kënaqësinë e Zotit. Do të vijë një moment që edhe familja do ta kuptojnë se shëndeti psiqik i vajzës së tyre dhe mosdëmtimi i saj nga ana shpirtërore dhe psiqike është shumë i rëndësishëm se sa mbulesa në kohë. Pra këta prindër duhet dalin nga ajo ndjesia se çfarë do të na thonë njerëzit, meraku i gjykimit që do të bëjnë njerëzit, kështu që ne duhet të dorëzohemi Zotit, duhet ta hedhim këtë hap për të kënaqur Zotin, e Zoti ka marrë përsipër se do t'i kënaqë njerëzit. Kështu që hapi duhet hedhur, edhe nëse mërziten apo ju mbetet hatri apo nuk e duan, ky është një hap që femra besimtare dhe motra besimtare duhet ta hedh si një hap i cili e kënaq Zotin e gjithësisë. I dërguari i Allahut alayhis salam ka thënë, nëse besimtari bën një vepër që kënaq Zotin, po hidhrohen njerëzit, do të vijë një moment që edhe njerëzit do të kënaqen me të, edhe nëse bën një vepër që hidhron Zotin, po për të kënaqur njerëzit, edhe njerëzit do të jenë të hidhruar me të. Imam Shafiu ka thënë, ridhan nasi gayatun la tudrak, kënaqësia e njerëzve është e pamundur. Pra është e pamundur të arrish në një fazë që t'i kënaqësh të gjithë njerëzit pa dëmtuar fen dhe besimin tënd. Si veprohet në këto kohë për qefinosjen e njeriu të vdekur nga korona, për varrosin e tij dhe për të falur xhenazën.
gjithmonë nëse nuk janë kushtet dhe mundësit, xhenazja nuk lahet. Nëse nuk janë kushtet dhe mundësit, xhenazja nuk qefinoset. Nëse nuk janë kushtet dhe mundësit, atëherë xhenazja thjesht varroset. Si bëhet për namazin e xhenazës? Jemi përpara 3 mundësive. Mundësia e parë që t'i falet, pra nëse lejohet një gjë e tillë, familja, hoxha, njerëzit e afërm t'ia falin. Dhe kjo është mënyra e parë. Mënyra e dytë, të varroset pa ju fal xhenazja, dhe kur qetësohet situata, imami i xhamisë bashkë me besimtarët dhe me familjarët shkojnë edhe falin xhenazën tek varri i njeriu i cili është varrosur nga koronavirusi, për shkak se kur është varrosur nuk është falur xhenazja. A quhet përgojim nëse unë i tregoj dikujt se çfarë kanë thënë të tjerët për të, ndërkohë që të tjerët kanë shpifur apo kanë folur keq për të? Në këtë rast nuk quhet përgojim. Nuk quhet përgojim. Megjithse, këshilla ime do të ishte mos bëhemi mbartës të fjalëve. Edhe nëse dikush ka shpifur për dikë apo ka folur, më mirë mos jemi ne mbartësit e fjalëve. Mos jemi ne mbartësit e fjalëve. Megjithatë, nëse e bën këtë gjë nuk quhet përgojim. Si bëhet thot me fëmin për gjiri 6 muajsh, a lejohet agjërimi? Ne e kemi thënë dhe përsërisim, nënat 7 zëna ose nënat me fëmijë për gjiri, nëse agjërimi i Ramazanit nuk ju sjell komplikacione në shëndetin e tyre apo për merakun që kanë për embrionin apo për foshnjën për gjiri, atëherë lejohet që ta agjërojnë. Nëse ju sjell komplikacione për shëndetin e tyre apo për shëndetin e embrionit apo të foshnjës që i japin gjë, atëherë le mos ta agjërojnë, i mbajnë mend këto ditë edhe i agjërojnë më vonë. A lejohet që vetë karantinimin ta bëjmë edhe me niyetin e etikafit? Jo, nuk ka lidhje, nuk bëhet me niyetin e etikafit. Pyetja e radhës thot tauhid, nga vjen ky lloj emërtimi? Tauhid do të thotë njëshmëria ose njësimi i Zotit, ose është përkthyer edhe monoteizëm, pra besimi në një Zot të vetëm. Në konceptin islam vjen nga fjala wahada, njësoj, yuwahidu, njëson, wahid, njëso. Për këtë arsye dhe quhet tauhid, pra njësim apo njësim i Zotit, i Allahut, që do të thotë më gjerë njësimi i Zotit në adhurim, njësimi i Zotit në veprat e tij, njësimi i Zotit në emrat dhe atributet e tij. Pra kemi të bëjmë me një Zot, i cili është një dhe i vetëm në atë që bën, një dhe i vetëm në atë që duhet të bëjmë ne për të, pra të gjithë veprat tona dhe adhurimet duhet i kushtohen vetëm atij, një i vetëm, dhe një Zot i cili është në emrat dhe në atributet e tij një dhe i vetëm, që do të thotë askush nuk i gëzon atributet, askush nuk i ka cilësitë që ka i madhi Zot, i qofshim fal. Ky është kuptimi i fjalës tauhid. Dhe për këtë kanë ardhur profetët. Për të janë krijuar qiejt, për të është krijuar toka, për të do të bëhet dita e gjyqit të madh, për të ekziston xheneti dhe për të ekziston xhehenemi. Tauhidi është aja dhe pika 0 nga ku fillon gjithçka. Nëse realizohet, çdo gjë tjetër që vjen mbi të është plus dhe pozitiv. Domethënë, nëse themi që një numër merr vlera nga numri i shifrave që ka pas, tauhidi është njëshi. Çdo të mirë që bën njeriu mbas tauhidit është sikur ti shtosh njëshit një shifër nga pas. 0 apo një shifër nga pas. Dhe sa më shumë të mira të bësh, aq më shumë i shtohen zerot njëshit. Në momentin që nuk është njëshi, pra njeriu nuk ka arrit të njësoj Zotin, dhe është në botën e paganizmit, ose në botën e idhujtarisë, ose në botën e mohimit të Islamit si feja e pranuar tek Zoti i gjithësisë, ose në botën e ateizmit, është sikur ka vënë përpara një 0 dhe mundohet mbas kësaj 0-je të shtojë 0 të tjera. Mirë po, një 0 e vetme, apo një 0 me shumë 0 mbrapa, është njësoj. S'ka asnjë lloj vlere. Përkundrazi më e lehtë për njeriu të ketë një 0 se sa shumë 0 dhe pafundësisht 0. Ky është dallimi mes atij që realizon tauhidin
duke thënë la ilaha illallah, dhe atyre të tjerëve të cilët nuk kanë arritur ta thonë apo e kanë thënë, po nuk e dinë kuptimin dhe domethënien e saj. Thot pyetja e radhës, deri në sa minuta përpara namazit të drekës mund të falet namazi i duhas? Së pari duhet të kuptojmë që namazi i duhas është një namaz nafile sunet vullnetar që nuk duhet lënë bazëtore, se profeti alayhis salam ka thënë, Zoti ka thënë o biri i Ademit, bëj për mua 4 rekat para dite, të mjaftoj për gjithë ditën deri mbas ditës, dhe profeti alayhis salam i kryente zakonisht ka 2 deri në 8 rekat, dhe profeti e ka quajtur namazin e duhas salatul awwabin, namazi i atyre që janë të kthyer te Zoti, të penduar tek Zoti. Ai fillon një gjysmë ore apo 40 minuta le të themi mbas lindjes diellit deri 5 minuta para ezanit të drekës. Kemi një pyetje që ka të bëjë me kohën, thot, pra me aktualitetin, sa do të zgjas çështja e koronavirusit, themi kjo punë i takon Zotit gjithësisë, atë e din vetëm Zoti, por ne lutim Allahun që duat tona të pranohen dhe kjo kurb fillojë të zbresi në mënyrë që të fillojnë të lirohen gjërat dhe situatat. A bën që të falem në ato xhamia që janë jashtë jurisdiksionit të komunitetit musliman shqiptar? Këshilla ime është që sa më larg atyre njerëzve të cilët janë jashtë institucionit i cili përfaqëson zërin e muslimanëve shqiptar, sa më larg, sepse ne nuk e dim se kush i menaxhon, si i menaxhon dhe çfarë janë ata njerëz të cilët i drejtojnë këto xhamie dhe çfarë orientimesh kanë, çfarë sektesh janë, çfarë drejtimesh janë, larg, sa më larg, sepse në një moment mund ta shohim veten tonë shumë larg islamit dhe shumë larg rrugës që ndjekin muslimanët. A ka ndonjë urtësi se pse ajeti i borxhit është ajeti më i gjatë i Kuranit? Normalisht që Zoti ka urtësi të mëdha në çdo gjë që ka shpallur, po ndoshta kjo ka një urtësi për të dhënë me kuptuar çdo muslimani se çështja e borxhit është çështja shumë delikate dhe shumë e ndjeshme, dhe që Zoti në çdo gjë mund të toleroj, po borxhin që i ke tjetrit nuk ta fal, po nuk ta fali tjetri. Dhe ne kemi raste sa të duash nga profeti alayhis salatu selam, i cili tërhiqet nga xhenazja dhe nuk do t'ia falë xhenazën një personi i cili kishte ndruar jetë dhe ishte me borxhe. Kështu që çështja e borxhit në Islam është çështje që rëndon shumë. Shahidit nëse vdes në fushën e betejës, Zoti do t'ia falë gjitha gjunahet që ka bërë, përveç nëse ai është me borxh, borxhin nuk ja fal Zoti i gjithësisë. Thot, po falja namaz dhe lidhet mas meje një person, dhe kur mbarova faljen, ai po falte synete nafile, a e marrim sevapin e xhamatit? Nuk është kusht që imami dhe xhamati të kenë të njëjtin namaz. Njëri mund të jetë farz, tjetri mund të jetë nafile. Pra mund të jetë imami në farz dhe tjetri lidhet me të nafile, dhe mund të jetë imami nafile dhe i lidhet tjetrin farz, shpërblimi i xhamatit në këtë rast krijohet dhe realizohet me shpresën e të Madhit Zot. Thot estagfirullah, thuhet estagfirullah me r apo thuhet me r, thuhet me r, estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Zoti na fal dhe na mëshiroft. Pyetja e radhës thot, a mund të falet namaz mbas imsakut? Nëse bëhet fjalë për synetet sabahut, po, nëse bëhet fjalë për diçka tjetër, unë për vete nuk e them që vlen, nuk vlen. Nëse bëhet fjalë për synet sabahut, ka tolerancë, ndërsa që thua të fal vitin apo namaz natë, jo, dhe Allahu e din më së miri. Sa është shuma reale për të thënë se është pragu që na obligohet dhënia e zakatit? Kjo tani ndryshon me çmimin e arit në bursë. Po afërsisht është tek 4 milion, 4 milionë 100.000, 3 milionë 900.000, pra varet nëse ti ka zënë në viti të paprekura, të depozituara të paprekura, bëhet obligim zekati, dhe zekati nxirret duke dhënë 2.5%, pra shuma pjesëtohet me 40 dhe del vlera.
Çfarë veprohet nëse do të vazhdoj gjendja kështu deri në Ramazan? Ne i lutemi Zotit që Ramazani mos na gjejë në këtë gjendje dhe i lutemi Zotit që kur pa të fillojë të zbresi. Po nëse Ramazani na gjen në këtë gjendje, normalisht imamët, myshtënia, komuniteti musliman shqiptar do të mlidhen për të dhënë një verdikt se si duhet veprojmë dhe se si duhet ta zgjidhim këtë lloj situate. Si veprohet në një rast kur imami ka falur namaz dhe ka dhënë selam nga një krah? Xhamati çfarë duhet bëj? Normalisht xhamati në këtë rast jep selam vetëm nga një krah, ashtu siç ka bërë imami. Po nëse xhamati jep nga të dyja krahët, nuk përbën asnjë lloj problemi. Këshilla ime në raste të tilla dhe situata të tilla është imami mund të bëjë gjëra të tilla vetëm nëse është në një situatë mësimdhënie dhe edukimi. Ama që ta bëj këtë vazhdimisht, të fusi njerëzit në dyshim se kanë dalë me namaz, se kanë dalë pa namaz, të bëhet fitne, të bëhet sprov për njerëzit, kjo tregon papjekurinë e tij. A lejohet që të falim me njerëzit që falen jashtë xhamiave apo në proborret të xhamiave etj. Jo, nuk lejohet, pasi gjithë muslimanët janë në një rrugë të caktuar, jo vetëm muslimanët e Shqipërisë, po pothuajse muslimanët e gjithë botës, atje ku ka ndodhur kjo lloj epidemie, për këtë arsye nuk bën që të bëhen akte të tilla, se aktet të tilla tregojnë tre gjëra. 1. Mosbindje ndaj të parëve fetar. E dyta tregojnë papjekuri. Pra kemi të bëjmë me një situatë që hoxhallarët, dietarët thonë jo dhe xhamati shkon dhe bën. Dhe e treta tregon, domethënë, një mungesë kulture mbi orientimin e punëve të fesë nëpërmjet institucionit. Nëse njeriu ka bërë shirk me vetëdije dhe pendohet, a ja fal Zoti këtë gjë? Normalisht që nëse njeriu bën shirk me vetëdije, unë besoj se një musliman i cili e ka kuptuar mirë fenë e Zotit e ka shumë vështirë të bëjë shirk me vetëdije. Mund të gabojë në një moment, mund të thotë ndonjë fjalë, ai mendon se ka rënë shirk, po unë besoj se është e pamundur që për një musliman i cili e ka kuptuar fenë të bëjë shirk, është e pamundur. Mund të bjerë në një normë, le të themi, besytnie, mund të ndikohet nga diçka, po që të bjerë në shirk është e vështirë. Po nëse ndodh një gjë e tillë, pendimi e fshin. Profeti alayhis salatu sallam ka thënë, ai që pendohet nga mëkati i bër është njësoj sikur nuk ka bër atë mëkat. Ai që pendohet nga mëkati i bër është njësoj sikur nuk ka bër atë mëkat. Kështu që nëse njeriu me të vërtetë pendohet sinqerisht tek Zoti i gjithësisë, atëherë Zoti ja fal këtë mëkat atij. Ka një dua interesante për këtë gjë. Një ditë profeti alayhis salam i thot shokëve të tij, gjëja që unë më shumë ti friksohem për ju është shirku i pandjeshëm, shirku i padukshëm. Tham o pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam, si është shirku i pandjeshëm, shirku i padukshëm? Tha, dëshira për të lavdruar njerëzit, dëshira për të përfol për mirë njerëzit. Atëherë e pyetën profetin alayhis salam dhe i than, si të mbrohemi pra prej kësaj? Tha profeti alayhi salatu wasalam, le të thot ndonjëri për jush, Allahumme inni a'udhu bika an ushrike bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. O Allah o Zot, kërkoj faljen tënde që të bëj edhe herë, Allahumme inni a'udhu bika. O Allah o Zot, kërkoj mbrojtjen tënde që të bie në idhujtari duke e ditur dhe kërkoj faljen tënde nëse kam rënë në idhujtari pa e ditur. Pra le të kërkojmë falje Zotit dhe të le të kërkojmë mbrojtje Zotit gjithësisë. Pyetja e parafundit për sot thot, nëse dikush e lexon Kur'anin me mendje pa e shqiptuar, a i quhet sevapi dhe shpërblimi? Jo. Pse? Sepse Kur'ani do të thot libër për tu lexuar. Kur'an, po ta përkthejmë fjalë për fjalë, do të thot libër leximi. Kur'an. Fa idha qara'nahu, gjoje ajetin kuranor. Fa idha qara'nahu fattabi' Qur'anah. Qur'anah. Kur ta lexojmë, ti ndiq leximin e tij. Pra nëse dikush pyet çfarë kuptimi ka fjala Kur'an, libër leximi. Kështu që nëse njeriu e thot me mendje ose e përmend Zotin me mendje pa luajtur buzët, nuk quhet përmendje e Zotit, dhe nëse Kur'ani lexohet me mend, nuk quhet lexim.
mund quhet meditim, mund quhet çfarë duash ti, po shpërblimin e leximit nuk e ka, duhet që patjetër njeriu ta shqiptojë. Edhe në namaz, nëse lidhemi në namaz, nuk mund të lexosh gjërat me mend. Jo, nuk quhet, namazi është i pavlefshëm. Duhet që patjetër ti të flasësh, të shqiptosh, edhe këtë shqiptim që ti bën mundësisht ta ndjesh se çfarë po thua, dhe kjo është minimalja që duhet të bëjmë. Atëherë pyetja e fundit për sot, si të përgatitemi për një Ramazan sa më të mbar? E para gjë, dua të them që neve nuk na ka mbetur shumë nga Ramazani. Sot është dita e parë e muajit Shaban, që do të thotë na kanë mbetur edhe 29 apo 30 ditë nga muaji i Ramazanit. Kështu që duhet të përgatitemi fort, dhe prej përgatitjes fort është që ne të kuptojmë se Ramazanit po i vin ditët dhe jemi afër Ramazanit. Një muaj nuk është shumë. E dyta gjë, ta presim Ramazanin duke i lutur Zotit që të na mundsojë të arrijmë Ramazanin. E treta, muajin Shaban ta mbushim me agjërim. Profeti alayhis salam zakonisht agjeronte muajin Shaban pothuajse të tërin. Nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha ka thënë, nuk kishte muaj që profeti ta agjeronte të plot, pothuajse të tërin, siç agjeronte muajin Shaban. Usama ibn Zeid tregon se një herë ka pyetur profetin alayhis salam, o i dërguari i Allahut, si ka mundësi që unë të shoh ty që muajin Shaban e Shabanin, këtë që jemi ne tani, që është futur sot, ti e agjeron më shumë se muajt e tjerë. Pra Usama ibn Zeidit i ka bërë shumë përshtypje kjo gjë. Tha profeti alayhis salam, është një muaj mes muajit të shenjtë të Rexhepit që njerëzit i kushtojnë rëndësi si muaji i shenjtë, dhe Ramazanit që njerëzit agjërojnë të gjithë. Dhe unë dua pikërisht në kohën kur njerëzit janë të pakujdesshëm, të jem unë i kujdesshëm dhe i përqendruar, dhe arsyeja e dytë tha profeti alayhis salam është muaji në të cilin veprat vjetore të njeriut ngrihen tek Zoti i gjithësisë, dhe unë dua që kur të ngrihen veprat e mia tek Zoti të jem agjërueshëm. Gjëja e tretë ose e katërt është që ne të lexojmë rreth Ramazanit, rreth agjërimit, rregullave të agjërimit. Gjëja e katërt, ta presim Ramazanin me istighfar. Gjëja e pestë, të mundohemi të lirohemi nga të drejtat e njerëzve, të kërkojmë hallallikun njerëzve, në mënyrë që kur të futemi në Ramazan të futemi sa më të liruar dhe më të qetë. E gjashta apo e shtata është që ne të përgatitemi për muajin e Ramazanit duke orientuar familjarët, familjen, që të jemi të gjithë gati për të pritur Ramazanin, pra të fillojmë të krijojmë një farë atmosfere në familje dhe të fillojmë të orientojmë njerëzit se shumë shpejt do të trokasi Ramazanin në zemrat tona. E fundit fare është që ne të fillojmë një mini program para se të vijë Ramazani. Pra të fillojmë ta përgatisim veten tonë me agjërim, me lexim Kurani, me punë të mira, derisa kur të vijë Ramazani mos ta kemi të lehtë dhe mos të jetë shpërngulja dhe transferim drastik. Pra të kemi krijuar një lloj edukate, të kemi krijuar një lloj kulture që kur vijë Ramazani thjesht shtojmë shpejtësinë edhe jemi aty ku duhet, sesa nëse jemi krejtësisht të ndaluar apo të stopuar apo shumë të ngadalt, dhe kur të vijë Ramazani të japim një shpejtësi të madhe, sepse kjo pastaj do të na çojë në atë që ka thënë profeti alayhi salatu wassalam, innal munbatta la ardhan qata'a wala dhahran abqa, ai që e ngjet shpejt as ka për të arritur, po edhe mjetin ka për ta shkatruar. Lut Zotin e Madh që na zej Ramazani shëndosh e mirë, dhe lut Allahun e Madh, Zotin e gjithësisë, që derisa të vijë Ramazani të jetë pastruar dhe të jemi liruar nga kjo kup, nga kjo lloj situate e vështirë që ka krijuar koronavirusi. Jemi munduar të përgjigjemi të gjitha pyetjeve të cilat na kanë ardhur në komentet aty ku ne edhe e kemi bërë njoftimin. Zoti na fal, Zoti na mëshiroft. Nëse ja kemi shëlluar, ka qenë mirësi dhe begati prej Zotit, e nëse kemi gabuar, kjo është prej nesh dhe prej shejtanit mallkuar. Qofshi në amanetin, në mbrojtjen, në ruajtjen e të Madhit Zot,
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.